Uji i ardhur nga Bjeshka dhe shiu nuk hyn më në kanalin që shërbente për këtë qëllim, duke u derdhur nëpër arat dhe oborrat e shtëpive në Reçak të Shtimës. Përpara, ai ujë nëpër kanal derdhej në lumin e kësaj komune. Miftar Rashiti ka bllokuar fillimin e kanalit, duke pretenduar se kjo pjesë toke është pronë e tij, ndërsa fqinjet argumentojnë se ajo është e shtetit. Kështu thot Heset Rashiti, kushëri dhe fqin i Miftarit. Kjo pjesë është prunë shoqërore. E kam shel kësh Miftar Rashiti, e kam shel pjesën që është prej 2 metra e gjys, se është e gjanë, edhe shërësha u bë uji tash anena 1 metër, po na hen në bunara, nuk po pijet uji i papishëm. Ai më së shumti frigohet për fëmijët që thotë se mund të bien dhe mbyten në ujin e thellë të grumbulluar. Po kjo uji është 1 metër, po s'po guxoj me i ma fell, pa i po cizmet e zallit, po më ranë 3 mytët. Për 1 metër ujë fella. Tu më ranë ai 3 mytët. Midis fshatit Reçak me ndodh kjo është varrezat e Reçakit që ku janë atje më të myt fëmija afër në rreth shtëpisë për shkak problemit Miftarit që e kam shel llogomin. Kjo është tmerr. Kanali bllokuar edhe Sulejman Ahmetin e ka lënë pa e punuar një pjesë të pronës së tij. Po pe që e kam shel ai llagomin, çiko pasuni është e junja. E jamja është nga 1 hektarit, o me të shterp. Livodhi janë në aton qashtu është, ato su në kumë kosit një pjesë heq, se krejtu që po vjen për të buët që aty edhe këtu, edhe o me të tashti si buqilë, o me të gjerez. Por Izet Rashiti, djali mbyllësit të kanalit, pretendon se ata si familje vetëm po shfrytëzojnë tokën që u alan trashëgim të parët. Ai u shpreh i çuditur me faktin se prona është në emër të komunës. Heset Rashiti, kushëri i tij që rrezikohet me familje nga përmbytja e ujrave atmosferik, thotë se ka kontaktuar me bllokuesin e kanalit, por kot. Miftari për ato prune e jemja, po supozon se janë prune tina, edhe e kam shel, ka është prune e jem, unë e më shele. Ti shka në këv ku dush. Sherif Sherifi, inspektor sanitar në komunën e Shtimës, ka dijeni se një porosk në lagjen Haxhiaj të fshatit Reçak është problem në mes 2 familjeve. Inspektori Shërbimeve Publike në bazë të ligjeve dhe udhëzimeve rregulluar ka marrë gjitha masat, do të thotë. Aty sa e ka fuqinë vet, ka dalë në vend ngjarjes në teren dhe ka konstatuar me procedurë val. Inspektori Shërbimeve Publike do të thotë në bazë të kompetencave që i ka me ligj, udhëzim dhe rregullore komunale për shërbime publike, do të thotë ka bën iniciimin e procedurës në gjykatë themelore të Departamentit të Përgjithshëm, Divizioni për Kundërvajtje, do të thotë me datën të parën të katit 2014. Ai konfirmon se kanali që ndon pronat e Miftar dhe Heset Krasniqit është pronë komunale, ndërsa konsideron se komuna këtu e ka kryer punën e saj. Në këtë rast, do të thotë, Inspektori Shërbimeve Publike, do të thotë, i ka përdorur të gjitha mekanizmat që i ka në ligj, udhëzime dhe rregullore. Ai punën e vet e ka kryer. Tash që është puna, do të thotë, në gjykatë. Gjykata themelore Ferizajt pranon se ka marrë një lëndë ku kundërvajtës është Miftar Rashiti, ndërsa sipas Ardita Mimerit, asistente e kryetarit të gjykatës, shqyrtimi i kësaj lëndë është caktuar për 10 tetor. Sulejman Ahmeti, i dëmtuar nga përmbytjet e shkaktuara prej mbylljes së kanalit, tregon se komuna në fillim ja kishte ndërprerë punimet Miftar Rashitit, por ai pastaj i kishte vazhduar ato. Të njëjtën e thot edhe Heset Rashiti. Dol në teren, ja ka ndërprej punimet, i ka thonë me për me qel, me bë hapjen e kanalit, edhe mon nuk janë konkor, as inspektorat, as kërkusheq. I dëmtuari Sulejman Ahmeti ka vetëm një kërkesë të thjeshtë. Vetë që ky ujë më kollu që më punu toka. Heset Rashiti thot se kjo mund të bëhet shumë lehtë. Më konë që ky kanal qel, kjo kolluhet shumë shpejt. Mrena 15 minuta ky ujë kolluhet edhe derdhet në lëm.